Gjatë mandatit 4 do të dyfishohet numri i nxënësve në arsimin profesional. 60 milion euro janë përcaktuar të investohen në ndërtimin e shkollave profesionale, në instalimin e laboratorëve teknik dhe në ndërtimin apo rindërtimin e konvikteve të shkollave profesionale që do të jenë konvikte shembullor me cilësinë më të mirë për të gjithë nxënësit që do studiojnë në këto shkolla. Objektivi është që në Shqipërinë 2030 35% e numrit të përgjithshëm të nxënësve të studiojnë në shkolla profesionale. Në Shqipërinë 2030 të gjithë nxënësit e arsimit profesional do të kenë një trajtim të posaçëm dhe të gjitha familjeve që janë në periferitë rurale do t'u jepet mundësia që fëmijët e tyre t'i çojnë në dorë të sistemit publik të shkollave profesionale dhe për ta do të kujdeset nga A-ja tek Z-ja sistemi publik. Kur ne morëm detyrën, numëroheshin me gishtat e duarve palestrat në Republikën e Shqipërisë. Sot kemi 200 palestra të reja në shkolla. E kemi filluar me palestra të kohës kur unë luaja basketbol, që numëroheshin me gishtat e duarve në të gjithë Shqipërinë. E kemi filluar me një sistem arsimor ku ishte zhdukur edukimi fizik dhe ku sporti në shkollë ishte inekzistent. Lëvizja e re, ekipet sportive në shkolla ka përfshirë mbi 12.000 fëmijë dhe adoleshentë, duke rilindur frymën e sportit tek brezi më i ri, por dhe duke hedhur bazat e një zhvillimit qëndrueshëm të sportit kombëtar. Në mandatin e 4 do të shtohet numri i disiplinave sportive, do të mbështeten bashkitë që do të ecin në këtë drejtim me përparësi dhe ne synojmë që të paktën 20.000 fëmijë dhe adoleshentë të jenë të aktivizuar në të gjithë zinxhirin e ekipeve sportive në shkolla. Të paktën.